Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri Rruga e Priftit në Islam. Kemi arritur në përfundim të librit. Inshallah taala do të shohim çka do të shpjegojmë në javën tjetër. Jemi tek rrëfimi i Vinko Pilić, një kroat katolik i cili ka pasur probleme me kishën e tij për shkak të çështjes së martesës, për shkak të çështjes së marrëdhënieve intime apo seksuale, që ky ka thonë nuk ka ndalesë më martu njëri me një aspekt. Edhe çasin e lloj historie ka pas sa që e kanë çuar në spital. I ka thonë ti si e mirë. Ke nis më rrallu, apo ke rënë depresion, apo nënkëthe, që ti duhet në spital me shku. Për të regojmë pak a shumë, është një histori e shkurt, thotë në përgjithësi është e ditur se jeta harmonishme dhe shëndosh është në aktivitetin e rregullt intim. Allah e ka lënë njeriu mu martu. Allah Azza kur e krijoi Ademin a.s. ja krijoi shoqën e vet, bashkëshortën e jetës, Hawan, apo? Ju gjeni prehjet e këto. Allah në Kur'an e ka potencu. Një njeri, një mashkull, ka nefs, ka epsh, nëse nuk martohet, ai mund me shku në djathë të shmajt, edhe me bo zina. Na po i nim pastaj në për kisha, po ka pedofili, po ka homoseksualizëm, po ka zina. Këto sene të skandale na i kemi në përmetje, apo? Pse? Se me vitet të tëra ti, mos më martu, me qenë në atë periudhën e hershme të rinis, edhe me qëndru ti, është problem. Pse po ja boni vetit haram një sen që Allah e ka leju, nuk e ka ndalu. Pastaj thot, valla, është e ndaluar, thot, vetëm për ne famullitarët harmonia e shpirtit dhe trupit, për neve është e ndalume, e për tjerët katolikës është e ndalume. Po jo, besimtar është edhe katolik, edhe hoxha edhe xhamatliu. Nuk mundesh me thonë për hoxhën është e lejume apo e ndalume, të kundërtën për xhamatin nuk është. Çfarë privilegji kiti, si e pejgamber apo nuk je i përzgjedhur e Allahut që disa aspekte mund të jenë të ndaluar apo të urdhëruar për pejgambert të Allahut, siç ka qenë për pejgamberin alayhis salam obligueshmëria faljes namazit natës. Pejgamberi alayhis salam ka pas obligim namazin në natës, na se kemi. Ti si pejgamber, ti je njeri që si e i përgjedhën, pse pja bën vetit haram një zënë që Allah ka leju, pse pe shtyp nefsin kot, kur Allah ty të ka leju. Ti e shtyp, po dikura, delbi sistemit njeri ju, edhe bën që si skandale. Thot, përse ne kur nuk i kemi të lejuar dhe marrëdhëniet intime, thot me pikpamjen e dashurisë, bile edhe nuk guxojmë t'i plotësojmë dëshirat seksuale, pasi ne jemi qenie seksuale, jemi në këtë mënyrë, si njeriu atëherë mund të shmanget nga marrëdhënia, si njeriu mund të shmanget nga marrëdhëniet e tilla. Vinko Pilić shkruan, thot, unë mendoj se beqaria, celibati, i thënë, ndonjëherë do të rrëzohet sepse dhe prifti ka të drejtë për dashuri të plot intime. Ka kriju Allahu Azza wa Jall që me pas nefs njeriu. Thot, për këtë mua më kanë shpallur si të çmendur. Këtë famulitarin e kanë shpallur si të çmendur. Ky nuk kanë të rezi mirë. E kanë kapë gjendë këta. Dhe ky ka dalë për rrugës kishës. Më kanë dërguar te prifti Mian Nikić, jezuiti Jordan, te psikologu për bisedime dhe këshilla. Hajde, paramena. Te psikologu e kanë dërgu pse ti po lypish me pas një femën apo më martu. Më këshillu. 2 ditë me radhë më është thënë se duhet të shkoj të përsërit me për bisedime tek një psikolog tash tjetër. Nëzar, s'ka mujt psikologu i parë, hajde tash te psikologu i dytë. Thot më dërguan në Vinogrask tek psikiatri tash. Psikologu njerë këshilla, se ka rrugë të psikologu, hajde tash të psikiatri. Psikiatri, përveç këshillave, i jep edhe ilaçe i jep. Thot doktor Katinić, si smur psikik. Ma kanë qitë etiketën që kjo i smur psikikisht. Cila diagnoza, që kanë me shkrujt diagnoza. Njëri i cili ka epsh ndaj martesës. Subhanallah.
Thot, ai gjatë bisedës më tha se duhet të shtrohem më një herë në spital. Subhanallah. Po libi më martu, edhe ti duhet më shtri në spital. Kur e mora vesh se do të shtrohem në spital, veç para me në subhanallah, kërkova që mundësisht në drejt të shkoj në konvikt dhe të marrë sendet më të nevojshme gjë për të cilën doktor Katnić mezi ka pranuar. Së do i ke osme mlon, me shku në konvikt, në aty mi marrë teshet, se në tut mos po ik. Rrethos 14 të datës 10 shkurt kam hyrë në repartin e specializuar për kujdestari intenzive të spitalit Motrat Mëshiruese. I kanë ato spitalet e veta këta, konviktet e veta, kuzhinat e veta, kishat, ku e dione. Thot, duke kaluar para derës së kujdestaris, atë me njëherë e mbyllën me qels. Burg, sundalish, deri sa ta hekim këtë mene. Kur i pashtë të sëmurët shtratin e të caktuar për mua personelin dhe robat, kundështova fuqishëm. Se kur i shtin ka spitale ndryshme psikiatrike, kur i shtin i veshin edhe me robat ndryshme, a din që ka për shembull në spitalet psikiatrike janë ajo këmisha e të çmendurve, quhet. Këmisha të çmendurve është, nëse e keni pa, është kur njeriu është shumë hiperaktiv, edhe nuk rahatohet hiç. Atëherë çka bëjnë, e lidhin në krevet. Kjo quhet këmisha të çmendurve. Lidhet, edhe lidhet në krevet edhe s'ka çka bën. Se është në gjendje me myt njëri. Por atë arsye e lidhin. Edhe thot çfarë? Thot personelin dhe rrobat kur i pash, kundërshtova fuqishëm, u nisa të ik duke ju drejtuar dritares. Du me ik. Edhe njëri normal, subhanallah, di që njëri normal, me shku tek të çmendurit, disa keq njët. Këtë çmendur për rrati, ti tash aty po shkon. Ti meqëm, edhe veç po këqyr dikun ku ka dritar dhe mu gjujt për dritares, hala argument me pas këta, me thonë kyni me s'ko ka në Terezi. I po do mu gjujt prej dritares. Thot, rëzova infermierin i cili u përpoq të më ndalante. Kum dash mu gjujt për dritares, hygjëm infermierin me mnal, mos me mlan me hi, me dal në përmjet dritares, jashtë spitalit. Burg hesabi. Ati erdhe në ndim rojet edhe 6 motra infermiere. Thot, të cilat me arrogancë më kthyen në shtrat. Në shtrat. Me shpejtësi më bën një injekcion që ti merr mend. Se ne kafsh më konë, që japin kafshve, vedeni, kur den mja hup, apo me shtin gjumë, sedativ që japin, apo hipnotik, sedacion është qetësus, ndërsa hipnotik është që të shtin në gjumë edhe. Edhe ma dha një gjilpon, edhe mi morën mend me një aspekt, da hup fuqine, apo. Thot, kam rënë në gjumë e jam zgjuar vetëm të nesërmën. U bo trup njeri, ma atë gjilpon. Duar dhe këmbët i kisha të shtrira dhe të lidhura për shtrat. Me thonë këti, kratit, se kjo fletë gjuhën, se po kratet që i thënë, kësa i thënë ludaçka koshulja. Mu lidhë në kratë, pëse s'me të dinë. Këmisha e budalve, këmisha e të çmendurve. Pse? Vetëm se po lyp më martu, edhe po lyp me pas një jetë të rahatshme me gruan e vet. Me pas marrëdhënie intime. Thot, sa kohë isha në atë spital, disa nga motrat infermiere kanë insistuar që unë të hap gojen, që të shoj nëse thot i kam gëlltitur të gjitha ilaçet. Sa ata t'i kanë ndonë 2-3 herë në ditë, edhe me këqyr ti çka ki bon, a i ki në goj, a i ke gëlltit ato ilaçe. Sepse njeri smut, diagnoza që të pëthat. Pastaj thot, shumë të sëmur me janë lutur që të ndihmoj me biseda dhe lutje, ti ngushloj se e dinin që është prifti, familitare, ku e dione, udhëhec i kishës aty, e dinin, edhe normalisht, kur kanë marrë vesh aty të smutit tjerë që janë mendrisht të smur, kanë thonë, erdë një prift, me të nga kalëzën, me të nga këshillon, me të nga nxjerë nga këto probleme që i kemi në atë angtheve, depresioneve, apo? Edhe pastaj thot, mirë, po thot, kjo nuk më është lejuar për këtë motrat më kanë tërhequr vrejtën, më së përzimet ati. Te
se ti mundesh me ndiku të ta, edhe mi thonë edhe ata me dy më martu. Ç'të vjen kjo punë? Apo jam dënuar vetëm se nuk i kam fshehur nevojat seksuale. Veç se ju kum kallëzu që unë du femën më martu, më kanë arrestu. Para mëna. Katekizmi i Kishës Katolike në nenin 23 gjathë 2 tekstualisht thot: seksualiteti është burimi i gëzimit dhe i kënaqësisë. Është shkruar edhe kjo. Pra, bashkëshortët nuk bëjnë kur far të keqe duke kërkuar endje trupore dhe duke u dëfryer me të. Aleikum salam, dhe më thonë qka? Aleikum salam. Dhe më thonë qka i bje? Aleikum salam. Edhe njerë, katekizmi i Kishës Katolike, qa po thot? Në 2-3-6-2 tekstualisht thot seksualiteti është burimi i gëzimit dhe i kënaqësisë. Është shkruar edhe kjo, pra bashkëshortët nuk bëjnë kur far të keqe duke kërkuar ëndje trupore dhe duke u dëfryer me të. Më thonë, ka tekste, si deshta me thonë tekste shriatike, ka tekste të katolikëve që e lejojnë martesën, apo e lejojnë martesën. Edhe ky pidim këto tekstet. Mirë, po këta kanë futur në kokë që prifti s'bën më martu, famulitari, udhëhecat e katolikëve, kishave s'bën më martu heq, edhe se këta vllaznit nuk janë, vetëm se ka lyp një prift më martu, e kanë çunë spital psikiatrik. Spital të çmenturve. Ti po na prishish fen. Edhe kanë shti tek spitali i të çmenturve, e kanë lidh. E kanë lidh mrenda në krevat. Vetëm e vetëm që po lyp ti, edhe ju ka kallëzu që unë kom nevojë më martu. Si çdo i ri që ka që dën më martu, çashtu edhe ky prifti ka dashur më martu. Edhe kanë shti në spitalin psikiatrik. Këto i ka thënë Papa Piu XII thot në fjalimin e vet në vitin 1951, që e ka leju, domethënë, marrëdhëniet apo ato kënaqësitë e epshit. A nuk i ka ditur këtë thënie krye peshkvi, thot Bozhanić, kur më ka futur në klinikën psikiatrike për arsye se unë vlerësova seksualitetin. Thot, a nuk i ka ditë që ky prifti që to thënie të papës, të Papa Piu XII, këto fjalime që i ka bërë 1951, ky është vllazni katolik kroat. Edhe pi kallëzon çdo sene. Kallëzon çdo sene që ka lyp më martu, ka lyp, domethënë me gjetë një famën, mi tregu që unë kom nevojë, apo edhe kanë shti, domethënë në burg, në aspekt burge, si burg se kanë mshirë me qenë se kanë mshirë në spital. Pastaj thot, ai veproi kështu për të bërë kjo çështje problem për i peshkvit tjerë. Papa i sotëm në vitin e kaluar ka thënë se organizimi i priftrinëve nuk duhet të kushtëzohet me celibat. Po tregon shumë qartë. Celibati është beqar, me med beqar. Po si jesin beqar? Nuk jesin beqar. Na pi shohim, apo i shohim skandalet në vërkisha. Ose bëjnë marrëdhënie me motrat e nderit, ose me fëmijë, pedofili, ose bëjnë burr me burr, homoseksualizëm. Njënën kanë me bo. Me mira raste ka në për Evropë e Amerikë që i kanë zonë, apo fëmiju ka doli ka kallëzu që para mëna subhanallahu ti e çon fëmin për shembull në kish aty me marr dije shpirtërore, edhe shkon ti aty të merr dije shpirtërore mos e fëmia aty. Merr dije çish me bë marrëdhënie. Sikur tek ne për shembull, një fëmijë një çik që i ka 5-6 vjeç, 7 vjeç, 10 vjet, e çon te hoxha, e çon pasi hiç pa menu keq. Një të ngjodhe këta, qëjnë fëmijën e vet. Kisha për më mësu, apo për mi dhonë, dhe më thonë, edukat kishtare, edukat të mirë, si mu sjell me njerëz, si ma adhuru Zotin në formën atyre që shekajmë, ndërsa, qka, kur ta kuptojnë ma vonë, ai fëmijë është dhunu prej priftit. Normalisht dhunohet, sepse ai akumulohet, dikun duhet mu, ai akumulim diku duhet mu zbras. Edhe ku? E bëjnë me fëmijë, e bëjnë me motrat nderit, e bëjnë me burra, Allah na rujt, sepse natyra njeriu, Allah Azza wa Jalla ka kriju që ashtu njeriu që me pas bashkëshort,
mu martu me dikonin, apo me një grup caktuar. Asnjëri nga, si shtam, apo unë e besoj se celibati një herë për gjithmonë do të bjerë poshtë, unë e besoj që beqaria që e kanë këta të ndalume, apo kamera kjo. Kjo që është e kamera si ide, pasi edhe kleriku t'i takon e drejta për dashuri të plot, pra edhe për dashurin intime. Mu për këtë më shpallën për të çmendur. Udalli ka thonë ti. Ti ke dalë për rrugës. Ke dalë për rrugës të kanë godit gjend, edhe pse më kanë godit gjend, pse flypi më martu. Allahu. Pastaj thot, më vonë pasi papa ka pranuar diçka të ngjashme, e kanë thënë se celibati është i drejtë dhe i shenjtë. Tash tjetri ka thënë jo, duhet beqar. Njoni thot lejohet, njoni thot nuk lejohet. Ky ishte fundi shërbimi im si famullitar, u largu ky prej kishës. U largu prej kishës, po nuk thot që ka pranuar Islamin. Ama çtu i ka bo probleme kishës. Se u bo çështje e madhe, çështje mediatike u bo. Thot, gati 10 vjeçar nën hijen e i peshkvis dhe të krye peshkvit Bozhanić përfundoi me largimin tim nga ai ambient. Thot, rrëfimi i Vinko Pilić, thot, është mjaft interesant, atë pjesërisht e transmetojnë në faqet tona magazin Data 2 qershor 2001 deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk. Allahu ju shpërblet.